na sot kemi vendosur me shku në opozitë. Ta unë 4 vite në fakt kam qenë në opozitë, sepse unë nuk kam pas bashkëpunim mirë me vetë vendosin, me komplet strukturën e vetë vendosin. Në fakt unë 4 vite kam pas 20 ministër edhe 2 këshilltara, do më thonë për 3 pozita, unë 4 vite kam votu çdo gjë edhe asnjë lëvizje nuk kam pas, asnjë mirë kuptim nuk kam pas. Edhe tash me qenë unë në opozitë, në fakt është e njëjtë. Unë nuk kam me ndryshu kur gjo. Veç kam me qenë mbrapa bindjeve teme, mbrapa kërkesa komunitetit tem, edhe unë shumë shpresoj, shumë kam shpresë, gati jam shumë sigurt se vetë vendosje kam e gjithë zgjidhje. Mirë. Nuk jam une... Do me thonë, ti po thu me gjithë zgjidhje pa ty. Me gjithë zgjidhje pa ty. Po, na sot kemi vendosur me shku në opozitë, tash nuk e di opozitë kush. Është përfolë edhe oferta mos t'u ka bo prej AK-s, që ka bo të tjerve me qenë grup parlamentar? Jo. Nuk e di pse ka dalë, unë jam shumë në media jeta edhe shumë kam shikanum, kam pas edhe kërcënim, kam pas edhe, do më thonë, vërtet, prej momenti kur kam dalë me komunën, do më thonë, asë nuk ka lidhe me komuna, asociacioni komunave sërbe, nuk e di pse na Bošnjak duhet me pagu fakturën, do më thonë, mos bashkëpunim, do më thonë, sërbë edhe shqiptarët në Kosovë. Na jemi shumë e vogël, na jemi këtu ku jemi, na nuk kemi shtetin rezervë. Non-stop jam të përsërit këto. Nuk kemi na fajtor. Duda, ke qenë je e rreshkun politik që 15 vjet je në Parlament Kosovës. Qëndrimet mujnë mundru nëse ka pajtim, konsensus, negociat, a je definitive me gjithë këtë përvoj, apo thu të se ndrën pozicionin, nështë ata vinë zbutën, ti po thu se ndrën heq, metësh opozit, edhe nëse ata zbutën? Po, jo, sot na, do më thënë, në kryesia partisë teme, partisë, do më thënë, edhe una kemi vendosë edhe nuk besoj se ka mendohë ma i ndryshim.